Lëvizja Socialiste. Jo, ne bëjmë këtë analizë, e dim shumë mirë që Partia Socialiste ka vepruar shumë në strukturat e PS. Po them, ne mund të pretendojmë që PD është kurur e duhet lëshoj, ne mund të pretendojmë që PR është kurur e duhet lëshoj partitë e tjera. Por baza e vetme me cilën ne mund gjykojmë është pikërisht ky rezultati 2021-shit. Dhe ky rezultati 2021-shit, në qoftë se ne pretendojmë që duhet shkojmë tek fitoria në zgjedhjet 2025 dhe kjo duhet jetë analiza, qark pas qarku, ne duhet konsiderojmë se kush janë votuesit e Partisë Lirisë në atë kohë Lëvizja Socialiste për Integrim, votuesit e Partisë Republikane historikisht e tjerë, dhe kjo analizë bëhet qendër për qendër votimi. Dhe pastaj shkohet edhe me votuesit e diasporës qendër për qendër votimi, në mënyrë që të arrihet ai numër për të marrë mandatin plus. Se përndryshe, nëse ne do krijojmë firo, për shkak të marrëveshjes do krijojmë, atëherë kjo do të krijonte një problem jashtëzakonisht të madh në pretendim për të fituar. Dhe ata kanë pasur 4, Partia Republikane ka pasur më shumë se sa një, do të thënë si numër deputetësh, Partia Agrare, zoti Dukaj, zoti Dule e tjerë, dhe ne arritëm në këtë marrëveshje që do ecim tek ajo që partia dhe po ju them që pretendimi i Partisë Lirisë ka qenë për më shumë se 4. Po, e di që ka qenë. Dhe qasja e zotit Meta, do të thënë, dje është një qasje që unë nuk e prisja, por është një qasje jashtëzakonisht pozitive për të kontribuar në fushatën elektorale të opozitës, për të dalë në listë hapur. Me një kosto të vogël në kuptimin e angazhimit personal, por me një kosto me një produkt pozitiv për sa i përket gjithë opozitës. Dhe qëndrimi ka qenë krejt fair, do të them fare hapur krejt fair, do të thënë në dëm të raportit tip personal po e quaj po ta shikonte me atë çka i ofron opozitës. Pozita e sot me Ilir Metës, nisur edhe nga të dhënat që kanë nxjerrur shpeshherë sondazhet, që është një nga politikanët më pak i preferuari, madje i fundit në listën e qytetarëve si politikan i preferuar. Ton koalicionin e Partisë Demokratike dhe vetë Partinë Demokratike është kosto? Shiko, gjithmonë është një përballje ndërmjet percepcionit dhe realitetit. Ajo që është e rëndësishme për të kuptuar është që Partia e Lirisë ka tashmë një infrastrukturë politike dhe elektorale të rëndësishme për opozitën. Dhe ky ballafaqim ndërmjet infrastrukturës elektorale dhe votave në terren, mbështetjes elektorale të tjerë dhe asaj çka ne perceptojmë mund të kenë një diferencë të konsiderueshme në favor të infrastrukturës elektorale. Sepse partitë e nivelit Partia e Lirisë apo Partia Republikane e tjerë, produktin e kanë për shkak të infrastrukturës elektorale më shumë se sa për shkak të percepcionit të liderit. Ndryshe ndodh me një parti siç është Partia Demokratike, e cila është partia më e madhe. Sepse nuk kemi tashmë kemi vetëm një lider vetëm të drejtimit opozitar, që ta pranojmë kështu, i cili është Berisha. Dhe kam bindjen që do të thënë qasja e tij politike është një avantazh i madh edhe në mënyrën e menaxhimit të fushatës elektorale që shpresoj të jetë më i mirë, dhe të gjithë faktorët e tjerë duhet të jenë faktor komplementar, se nuk do rivalizojmë me 20 figura. Por ajo që është akoma më e rëndësishme që bën më të pranueshme qasjen e opozitës është figurat e reja të cilat kandidojnë. Dhe prandaj tash nuk është lista e partive politike, por është lista e kandidatëve e cila duhet vlerësuar. E kuptoj. Sa deputet merr opozita nga këto zgjedhje? 141. Ja. Jo se 80 do t'i marrë Partia Socialiste dhe koqe, si të matematika. E dim se ta 141 se e mësuar gjithë kohës me planifikime me te kalim, se 120 ka parlamenti. Por e keni luksin të bëni te kalim. 70 plus 0,1 është gjithmonë i blefshëm për të fituar pushtetin. Që të pretendohet që Partia Socialiste do të marrë 80, ky pretendim nuk lidhet me realitetin politik shqiptar. Ky lidhet me realitetin manipulativ në mendjet dhe sapet e Partisë Socialiste. Biles ka pas një sap më përpara, unë kam duket të thënë edhe tek ju, një ide për të shkuar, për ta manipuluar procesin deri tek numrat që duheshin për ndryshime kushtetuese. Që Shqipëria nga një sistem parlamentar të jetë një sistem prezidencial siç ka ndodhur me shumë vende të tjera. Për fatin e keq, ky është një skenar i cili u denoncuan kohë, por ka pasur edhe një shqetësim ndërkombëtar në raport me realitetin e zgjedhjeve në Shqipëri. Po kujtoj këtu, dhe vërtet dua t'i falenderoj gjithë ata kolegë që kemi punuar së bashku, rezoluta e Partisë Popullore Europiane dhe rezoluta e IDU-s përcaktojnë qartë. E para njëherë, Shqipëria nuk është më republikë kushtetuese parlamentare, drejtohet nga njëri në mënyrë tërësisht antikushtetuese, nuk kemi zgjedhje lira të ndershme, kemi influencë të madhe të krimit të organizuar dhe korrupsionit në blerjen e votave, në intimidimin e votuesve, kemi përdorimin e strukturave të shtetit në shërbim të pushtetit, e cila është në kundërshtim me kodin zgjedhor, kemi një përdorim drejtësisë për persekutimin politik të lidershipit opozitës,
deri te pika që duhet krijuar një marrëdhënie ekzekutive e cila do lejonte mundësi për zgjedhje lira të ndeshme. Por që të arrije kjo e fundit duhet kishte një vullnet nga dyja palët. Ky vullnet nuk ekziston dhe të gjitha esapet që bën Partia Socialiste janë esapet cilat bazohen në kalkulime që nuk kanë të bëjnë me lirinë e votës. Nuk kanë të bëjnë me dëshirën e qytetarëve për të votuar, por imponimin. Mendon që do arrijë manipulimi sipas jush deri aty sa vërtet ta kapi 80-ën? Shiko, unë besoj që kësaj radhe, në mënyrë se si është organizuar opozita, unë nuk marr vetëm çdo institucion përfshi dhe spakun, pavarësisht se do mund të ketë konflikt interesi e tjerë, do të thënë ajo unë mendoj që çdo institucion shtetëror i cili ka detyrë zbatimin e ligjit, kontrolloj zbatimin e ligjit, luftën kundër krimit të organizuar, manipulimit zgjedhje, që angazhohet me këtë qëllim, është më së i mirë pritur. Por ka dhe një vëmendje shumë të madhe ndërkombëtare, do të thënë do të ketë misione vëzhgimi nga të gjitha anët, dhe besoj kemi ndërtuar tashmë një marrëdhënie solide edhe në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe në Kongresin Amerikan për ta ndjekur nga afër, do të thënë atë çka ndodh në Shqipëri. Dhe kam thënë, nuk është se kush do tentojë të fusë duart në zgjedhje do ta kaloj aq kësaj radhe. Do të jetë një problem jashtëzakonisht i madh në pikpamje qoftë individuale, qoftë në pikpamje politike në gjykimin tim. Dhe nëse do të bëhet ky manipulimi 80-s, 80+-it ndoshta, sipas jush, do të njihni zgjedhjet? Nëse bëhet manipulimet, njofësh manipulim do thotë pranosh vjedhjen e të bësh pjesë e saj.